Të nderuar shikues, Assalamu alaikum. Si çdo Ramazan që sjellim freskinë në ekranet tuaja televizive përmes emisioneve të larmishme, edhe kësaj radhe jemi munduar ta pasurojmë programin ton me një emision të ri që quhet Ditët e Ndryshimit. E kemi quajtur kështu sepse pikërisht ky muaj është muaji i ndryshimit, të cilin ne mund të ndryshojmë, të përfitojmë dhe pse jo të dalim edhe të falur prej këtij muaji. Kur jemi tek ndryshimi, emisionin e sonte do ta hapim pikërisht duke diskutuar për nevojën për ndryshim. Pse duhet të ndryshojmë, çfarë duhet të ndryshojmë dhe si duhet të ndryshojmë. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me hoxhën tonë të nderuar Ekrem Avdiu. Hoxh, selam aleikum dhe mirëserdhje. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi me Begim. Është kënaqësi hoxh t'ju kem sonte në studion tonë. Kënaqësia është gjithashtu edhe e imja, sigurisht edhe shikuesit tanë do ndahen të kënaqur me këtë prurje të re që unë ju përgëzoj për që ju ka shkuar mendja dhe keni planifikuar. Pikërisht hoxh, këtë doja të pyesja, si u duket fillimisht ideja për diskutuar për ditët e ndryshimit? Në të vërtetë duhet të them se Ramazani është mundësi e artë për të ndryshuar pozitivisht. Është një mundësi, sikur e gjithë jeta e njeriut, megjithatë Ramazani është një mundësi shtesë ekstra, dhe këtë mundësi është humbje thjesht vetëm nëse nuk e shfrytëzojnë. Pastaj për ta shfrytëzuar detyrimisht nevojitet shkallësi dhe aftësi e madhe që ndoshta një pjesë e njerëzve nganjëherë mund të mos e kenë. Dhe për këtë arsye vjen në shesh roli e atyre të cilët angazhohen edhe punojnë në vetëdijësimin e masave, posaçërisht besimtarëve musliman në këto ditë të bekuara, për t'u treguar atyre në pikat më të rëndësishme në të cilat duhet të investohet në ndryshim pozitiv, njëkohësisht edhe në pikat më interesante dhe më të ndjeshme në të cilat duhet të investojmë në përmirësim. Realisht pikat e dobta të cilat natyrshëm secili njeri i ka, e që në Ramazan shqyqër Zotit kemi mundësinë, do të thotë që ato t'i përmirësojmë. Të bëjmë kompenzime, të bëjmë modifikime, të bëjmë përmirësime të cilësisë, pse jo edhe të sasisë, në mënyrë që vërtet ashtu sikur se edhe ti në paralajmërimin e emisionit, se kemi mundësi që të dalim prej këtij muaji shumë më të pasur, më të falur prej mëkateve, më të pasur me vepra të mira, më të aftë dhe më të shkallët për të bërë atë që ndoshta në të kaluarën nuk e kemi bërë, për të shmangur atë që ndoshta në të kaluarën nuk kemi gjetur forcën e mjaftueshme për të shmangur, fjala është për veset dhe veprat e këqija, dhe në këtë formë pra këtë muaj kësaj duhet ta përjetojmë mundësi për ndryshim. Nevoja e njeriut për ndryshim është evidente, është e madhe, nuk përfundon asnjëherë për një arsye të thjeshtë. Ekziston piknisja e jetës së njeriut, edhe ekziston synimi që në jetën e kësaj bote është i paarritshëm. Synimi është për sosmëria, ndërsa e njëjta është e paarritshme, sikur se e dim. Pra njeriu nuk mund të bëhet i përsosur, nuk mund të bëhet perfekt. Dhe mbas kësaj mbetet konstatimi se gjithmonë kemi çka të ndryshojmë, gjithmonë sa të jetë jeta kemi nevojë të ecim përpara për arsye se ai synim ngelet prapë i paarritshëm. Hoxh, na thoni ju lutem, pse pikërisht Ramazani është koha e ndryshimit? Mendoj Ramazani e ka një përparësi të madhe, nga se gjatë gjithë jetës njeriu ka nevojë të ndryshojë, edhe ka mundësi të ndryshojë. Mirë po, Ramazani është mundësi më e theksuar, ndoshta për një arsye, e ajo mund të jetë përparësia që mund të krijojë njeriu për shkak të një ndihmese, për shkak të një përkrahje që ja ka dhënë Allahu i madhëruar, e ajo është se Allahu e prangos djallin, i prangos djajt shejtanët në përgjithësi në Ramazan, e që si është kjo prangosje ndoshta nuk do ta marrim vesh kurrnjëherë në jetën tonë, mirë po detyrimisht do ta përjetojmë, edhe mendoj se nuk ka kurrfar dileme se është minimizim i ndikimit të forcave të errta. Dhe derisa minimizohet ndikimi i këtyre forcave, minimizohet veprimi edhe ndikimi, influenca e djajve, e shejtanëve, në anën tjetër krijohet një atmosferë shumë shpirtërore, ose më mirë me thonë shumë enxullore, e mirë, e pastërt, atëherë njeriu e shfrytëzon Ramazanin si mundësi, i ketë duart më të lira, me më pak pengesa, je më pak i cytur dhe i penguar prej armikut të përbetuar, për t'i bërë ndryshimet dhe tamam puna me elan këtë mundësi pa e shfrytëzu.
Dhe për këtë arsye, ai person cilin e arrin Ramazani dhe e kalon Ramazani, ky nuk ka ndryshuar pozitivisht, unë mendoj se ai ka përjetuar humbjen edhe disfatën më të madhe. Paramendo ta kesh një armik me cilin ka cafytesh në vazhdimsi, edhe i cili ndoshta në kohë edhe në situata të caktuara mund t'i ketë disa përparësi mbi ty, sikurse është mundësia e veprimit, ai të sheh ty, ti nuk e sheh atë e kështu me radhë, dhe të vijë një kohë, një muaj në vit, kur ai armik është i lidhur. Ti ke mundësi tash të kompenzosh gjithë ato humbjet e kaluara dhe të krijosh një avantazh, ti ikësh atij me cilësi, me vepra të mira, me fisnikrim, me sinqeritet, me ibadete, me kështu me radhë, saqë edhe kur të prangoset ai të mos ketë mundësi gjatë 11 muajve të tjerë ta kompenzoj avantazhin tënd ose humbjen e vet. Dhe mendoj se këtu njeriu duhet të përqendrohet. Hoxh, kur jemi këtu të përshëndrimi, cila është piknisja e një ndryshimi të kërkuar në Ramazan? Mendoj është shumë e rëndësishme njeriu me ia ditë hallin vetit. Me një fjalë me e njoft veten e vet edhe me e ditë se ku është. Sa më shumë, sa më mirë ta njoft njeriu veten e vet, aq më shumë do t'i kuptoj tmetat vetanake. Aq më shumë do të vetëdijsohet edhe vëmendësohet për nevojën për përmirësim, që përmirësimi në këtë rast është ai ndryshimi të cilin e synojmë. Pra jo çfarë do ndryshimi, po ndryshim ka e mira. Dhe njeriu kur vetëdijsohet për tmetat e veta, e ka parasysh ku duhet të arrijë, nga se e kemi një periudhë kalimtare, një tranzicion që është jeta e kësaj bote. E kemi një destinacion përfundimtar që është bota e përtejme, realisht të besimtarët është synimi përfundimtar xheneti. Edhe e din se xheneti është shumë i shtrenjtë, e din se xheneti është shumë i mirë, shumë i madh. Në anën tjetër e di se ti duhesh me bë shumë për të arritur në xhenet. Mundësitë tua janë tejmase të kufizuara dhe të pakta. Atër nuk ka dyshim se do të më ndodh një mrekulli për me mujti me arrit atje ku je nis. E mrekullia kur ndodh? Mrekullia ndodh në Ramazan. Pse ndodh në Ramazan? Në Ramazan ndodh për arsye se në Ramazan veprat e rëndomta vullnetare marrin vlerën e veprave obligative, që s'ka dyshim se janë shumë më të vlefshme. Veprat obligative marrin shumë fishin, 10 fishin, 70 fishin, thuhet në disa transmetime, të veprave të njëjta jashtë Ramazanit. Dhe përveç kësaj e kemi atë ta quajmë super premin në këtë muaj, që Allahu i madhruar thjesht veç ai ka ditë me na e dhon këtë mundësi të artë, e që asnjëri prej neve sigurisht nuk do të ishte në gjendje me e kërku. Sigur të na thuhej kërko diçka të veçantë për Ramazan, unë për vete e pranoj, nuk kisha ditë me e kërku një natë e cila do të jetë më e vlefshme se 83 vite e 4 muaj, që bojnë 1000 muaj. Kisha ditë me e kërku. Tash paramendo një natë në një Ramazan, edhe një natë në një Ramazan tjetër. 10 Ramazana me nga një natë të këtill ta ofrojnë ty mundësinë 840 viteve. Kjo është një mirësi jashtëzakonisht e madhe, edhe kur e sheh veten ku je, edhe e sheh ku kimë mri, realisht e vren, e ndin, e përjeton mirësinë, mëshirën e Allahut fuqiplot nëpërmjet dhuratave të këtilla. E tash nuk është thjesht veç çdo njeri që e përjeton natën e Kadrit edhe çdo njeri që e përjeton Ramazanin që detyrimisht ka me fitu. Padyshim edhe po të jeton e maq, hoxh ndoshta nuk do të mund të bënim vepra të mira sa për një natë. Sikur edhe e përjetojnë njerëzit natën e Kadrit, po u kalon, hyn edhe kalon edhe del, sikur edhe Ramazanin përgjithësi, edhe ai prap mbetet në shkujdesin e kalume. Me një fjalë është humbje e madhe, kjo është ajo humbja. Paramendo tash të vijë nata e Kadrit, edhe të kaloj edhe ti nuk e fitove premin. Paramendo ti je sikur se thuhet pran lumit i palar. Është turp i madh, tjetër është në shkretir me qenë i pluhrosur edhe me qenë i etur, se atje nuk ka ujë, ama atje ku ka ujë mos me kon i etur, aty ku ka dritë mos me u dok, aty ku ka dije mos me ditë, aty ku është nata e Kadrit mos me përfitu, aty ku është mëshira e Allahut fuqiplot mos me u kaplu prej asaj mëshire, atë nuk di çka ka humbje më të madhe se kjo. Shembull i bukur ky hoxh. Ju lutem na thoni cilat janë faktorët që Ramazani na i sjell si ofertë apo mundësi për të ndryshuar hoxh. Realisht njeriu ka nevojë për ndryshim në shumë aspekte dhe duke qenë se të gjitha ato aspekte ndoshta e kanë nga një pikë në qenjen njëri të cilës i referohen,
ndërsa Ramazani me komplet pakon e vet i prek të gjitha aspektet e qenjes njeri. E prek trupin e tij, e prek shpirtin e tij, i prek emocionet e tija, e prek disponimin e tij. Madje mendoj shumë fuqishëm mendoj se Ramazani prek edhe në ato gjërat e fshehta për cilat ndoshta nganjëherë as vet nuk jemi të vetëdijshëm se i posedojmë. Disa potenciale ekzistente, po jo të njohura edhe për vetë neve. Njeriu i ka disa fuqi, nuk janë të pakta ato, për cilat ndoshta nuk është sa duhet i vetëdijshëm, sikur me thon një gjë shumë të vlefshme e ka fshehë dikun, jo se ja ka harru vendin, po ka harru se e posedon fare. Njeriu është i ktill. Tash Ramazani krejt këto përparësi i qetë në shesh, për arsye se në secilin prej këtyre aspekteve të cilat i përmenda, Ramazani e nxjerr më të mirën. Aspektin fizik, edhe pse nuk është synimi as parsor, ndoshta as dytësor, që të jemi të shëndetshëm e kështu me radhë. Ajo arrihet vetvetiu, domethënë nuk kemi nevojë ta kemi synim. Megjithatë paramendo çfarë ndikimi të fuqishëm ka në përmirësimin, në ndryshimin pozitiv të shëndetit të njeriu vetë agjerimit. Nuk po flas për njerëzit e shëndosh. Të flasim për njerëzit e sëmur. Shumë njerëz me smundje kronike kanë nevojë për terapi shumë të shpeshta gjatë ditës, me bindje të fortë agjerojnë edhe e vrenë se i smuri me diabet nuk e ka problem agjerimin, edhe pse jashtë Ramazanit ndoshta 2 orë nuk mund të shndroj pa ujë. Madhështore. Sigurisht. E shumë raste tjera që ndoshta koha nuk na lejon me i përmend. Prej shpirtit njeriu, Ramazani nxjerr më të mirën prap. E bën atë të ndryshoj. Për çfarë arsye? Për arsye se agjerimi e gdhen shpirtin shumë. Uria dhe etja e lodhin njeriu, kur njeriu është i lodhur në një farë mënyre më pak e ka veten huj. Nuk ndodh sikur kur është i ngopun. Kur nuk e ka vetën huj, bëhet më i përulur ndaj Allahut fuqiplot dhe bëhet më modest ndaj krijesave. Humbet ajo krenaria e fuqisë, ndoshta. E sheh veten se sa i dopt je për një, si thuhet, për një kafshat bukë edhe për një gotë ujë, e sheh se thjesht 24 orë që është tepër i madh për ty. E vren se sa është vlera reale e njeriu. Është shumë e mirë kjo që njeriu përballet vullnetarisht me uri e me etje dhe përgatitet për eventualisht ose mbetet gjithmonë i gatshëm dhe vigjilent për situata të jashtëzakonshme. Dhe i ktilli, pra besimtari nuk shitet për një kafshat bukë edhe nuk shitet për një gotë ujë. Nuk korruptohet, nuk ipet. Padyshim. Pastaj e kemi atë anën emocionale ku tash që ti po e përballon urin edhe etjen, ndërsa frigoriferin e ke plot me të mira dhe me begati të Allahut. Paramendoje atë i cili përballet me këtë, por edhe po erdhi iftari nuk ka se me çfarë të bëj iftar, shembull. Edhe këtë nuk e themi thjesht vetëm për ti prek njerëzit, po për t'i bë më solidar. Edhe sikur se është ajo si më thon, ajo urtësia e gjithnjore e Islamit, nuk mund të jesh besimtari i mirë, po qëndrove në shtëpinë tënde, e kalove natën i ngopur ndërsa afër teje ka ndonjë fëqi ose kudo qoftë është një njerëz cilin ti e di, ai është i uritur. Pavarësisht se këtë çka ke ti është e jotja dhe e ke fituar me halal. Nuk ja ke marr atij. Padyshim. Mirë, po prap nuk është shpirti i mirë, nuk po flasim thjesht për drejtësi, edhe për ekuacione të barazimeve të ndryshme, po flasim për mirësi. Sigurisht. Edhe në këtë formë pra të gjitha ato aspekte të jetës njerëzore, të cilat i prek Ramazani, ngacmon mundësinë e ndryshimit pozitiv, edhe mendoj se çdo njeri pastaj ndryshon pozitivisht. Edhe konsideroj se nuk është e rastësishme ajo që i shohim ditën e Bajramit, krejt njerëzit të buzëqeshun, krejt njerëzit të veshun mirë. Ata njerëzit kryesisht çato rroba i kanë edhe pa Bajram. Pse nuk i veshin? Pse nuk i përdorin? Për arsye se nuk kanë disponim me u vesh mirë pa qenë Bajrami. E pse po disponohen në Bajram? Për arsye se 30 ditë apo 29 ditë me radhë janë lodh të mundu diçka për shpirtin e tyre mas pare, që të arrijnë kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Pastaj ja kanë dalë që të bëjnë nga pak mirësi për te ibadeteve individuale, ndonjë sadaka, ndonjë iftar, ndonjë kështu me radhë, edhe ai njeri detyrimisht do të jetë i disponuar edhe i gëzuar në ditën e Bajramit. Shumë natyrshëm. Ka arsye për të. Natyrshëm bëhet se ka arsye gjithsesi.
Hoxha nga përshtypje që thatë se Ramazani nxjerr në shesh shumë gjëra të cilat ne nuk i kemi ditur për veten tonë. Na ndodh shpesh të humbasim diçka dhe kur e gjejmë padyshim gëzohemi shumë. Po kur shohim diçka që as nuk e kemi ditur se ekziston dhe ne padyshim ndoshta na duket edhe si thesari më i madh. S'ka dyshim, e vren njeriu pyet cilin dush prej neve sot sa mundesh me qëndru pa ngrana edhe pa pi. Edhe e vrejmë se, për shembull, po ai që nuk ka vendos me agjeru, sekreti është te vendosmëria, te njeti. Ai që nuk ka vendos me agjeru, po e zuni dreka mesdita, akoma pa ngranë mëngjes, ai do ta llogarit veten shumë i uritur. Po. Por derisa në Ramazan e shes se çka mundet me përball, me u përball me te. Edhe e vren se qenë ka një burr i fortë, qenë ka një njeri i qëndrueshëm, edhe pse për veten ka menduar se ndoshta e ka shumë më vështirë me e përballu atë. S'ka dyshim për çdo thesar cilin njeriu e gjen, domethënë gëzohet, ndërsa gëzimi më i madh duhet me qenë për thesarin që e gjen në dhe për shpirtin e tij. Ndërsa Allahu i madhëruar çka ka thonë? Ka thonë kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi. Febidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Thuaj kjo është mirësia dhe mëshira e Allahut fuqiplot. Asaj le të gëzohen se kjo është më e mirë se gjithë thesari pas cilit ata vrapojnë për ta grumbulluar. Po padyshim ndoshta mund të zgjasim me orë bisedën tonë dhe kemi për çfarë të flasim, por duke qenë se kemi kohën të kufizuar, ju lutem na thoni cili është ndryshimi i kërkuar në Ramazan, për çfarë kemi nevojë të ndryshojmë në Ramazan? Janë tri gjëra të thjeshta që mendoj se do duhet të fokusohemi në to e pastaj të përpiqemi të arrijmë fundja edhe s'ka tjetër për te këtyne tri gjanave. Njeriu është vetvetja e cila ka obligime ndaj Zotit, ndaj krijuesit, edhe është vetvetja që ka obligime ndaj rrethit. Edhe e shqetëson secili sa është i sinqert edhe korrekt me veten e tij. Sinqeriteti nuk diskutohet në kuptimin se vetes nuk mundesh mi japshef ato gjëra, ndërsa korrektësia është shumë e rëndësishme për arsye se mund të bësh gjëra të mira dhe dobishme, i bën vetes mirë, mund të bësh gjëra të këqija, i bën vetes keq, edhe këtu është nevoja e ndryshimit. Raportet dhe relacionet me krijuesin, me Allahun fuqiplot, edhe kjo është e rëndësishme për arsye se çdo njeri prej neve e ka një lidhje, ajo mund të jetë funksionale ose jo në situata të caktuara, secili njeri e ka fjalën kur them çdo njeri prej neve. Dhe e vrejmë se edhe ai i cili në rrethana normale e mohon besimin e vet në Zotin fuqiplot, në situata emergjente thot o Zot, këto e ka konfirmuar edhe Kurani, e konfirmon edhe praktika. Dhe e vren edhe ai që është praktikues ose përpiqet të jetë i përkushtuar ndaj fesë, se edhe ai ka ngecje, posaçërisht kur i krahason veprat edhe sjelljet e veta me ato të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, edhe të njerëzve të suksesshëm nga historia e lavdishme islame, edhe e vren se sa ka nevojë që të përmirësoj, ku kanë arrit njerëzit e ku kemi ngel na. Dhe ajo fusha ta quaj rrafshi horizontal i sjelljes me të tjerat, e që edhe këtu sigurisht gjithnjë kemi çfarë të përmirësojmë, gjithnjë kemi çfarë të investojmë. Po mendoj këto janë tri fushat që njeriu duhet ta orientoj edhe ta fokusoj ndryshimin e vet. Nuk është ndryshimi vetëm në raport me Zotin, por gjithsesi edhe me njerëz të tjerë. Përkundrazi, nuk ka mundësi dikush të thotë unë duhet të ndryshoj në raport me Zotin e me njerëzit mbetem i njëjti, atëherë ai nuk quhet ndryshim. Madje Zoti nuk e pranon. Dikush që nuk falet, edhe fillon të falet, mirë po të vazhdoj të sillet keq me njerëz sikur se ka qenë në të kaluarën, Allahu atë ndryshim nuk e pranon. Ai që agjeron edhe vazhdon me rrejt, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nëse nuk e lën rrenën, jetu e lën ushqimin, pra jetë duke u duru uni edhe eti, nuk duke agjeru. Nëse gjitha këto janë të lidhura, Allahu i madhruar shumë mrekullueshëm i ka kushtzuar këto gjëra. Po nuk e përmirësove sjelljen me njerëz, atëherë edhe ibadetet tua janë diskutabile. Kështu që ndryshimi që do të ndodh te njeriu, po nuk që i gjithanshëm, atëherë nuk do të mund ta quajmë ndryshim. Ai mund të jetë ndryshim i pjesërisht mirë, por nuk është funksional. Edhe vështirë ta paramendoj, një njeri i cili thot unë me Zotin du me kon mirë, ndërsa me njerëzit du me kon i keq ose i vrasht, edhe kjo gati e pa imagjinueshme. Ose ka hipokrizi në raportin e tij me Allahun, e përdor domethënë ibadetin pretekst për përfitime tjera, e ai nuk reflekton si i ktill në sjelljen e tij, ose ka ndonjë defekt tjetër. Për këtë arsye thonë edhe dietarët, nëse e vren njeriu i cili po falet,
e fal namazin me rregull, por namazin nuk po e largon atë prej punëve të këqija, sikur se ka premtuar Allahu në Kur'an. Atëherë thotë ai mund të ketë defekt në dy aspekte kryesore në raport me namazin. Ose në njetin e tij nuk është i sinqert, pra është thjesht duke e bërë formalitet për me e mashtru dikën, s'është i sinqert për Allahun, ose në formën e tij ka defekt. Ja nuk e fal namazin me kohë, ja nuk e fal namazin në formë në rregull. Dhe për këtë arsye namazi pastaj nuk ka rolin përmirësues te njeriu. Sikur një terapi. Ta shkruan ty mjeku, thotë dush me marr çdo 6 orë këtë tablet. Ti nuk e kupton pse, thu pse s'mos e marr një herë brenda 12 orëve, po 2 tableta. Nuk e ka efektin e duan. Domethënë e ke shkel atë kriterin e kohës, ai nuk mundet me qenë efikas. I këtill është edhe ibadeti. Po nuk e respektuam ibadetin si duhet, nuk e ka refleksionin. Po nuk e pat refleksionin, nuk është në rregull, edhe ky ndryshim mbetet i mangët dhe kam frikë se nuk do të na çojë atje ku synojmë si e filluam këtë bisedë. Po flasim vazhdimisht për ndryshimin dhe kur jemi te ndryshimi, si duhet bëhet ky ndryshim? Gradualisht apo intensivisht në mënyrë më të përshpejtuar? Gradualiteti është një kriter i pamohueshëm edhe absolutisht nuk mund ta përjashtojmë nga praktika jonë. Neve jemi njerëz, nuk jemi makina. Makinat me shtypjen e një butoni prej gjendjes off bëhen në gjendjen on. Domethënë prej pauzës totale në aktivitet. Njeriu nuk është i ktill. Njeriu i duhet gradualitet, i duhet lëvizje për të bë aktiv. Kështu që ky gradualitet gjithsesi është i pranueshëm. Mirë po intensiteti i ndryshimit sigurisht që në Ramazan duhet të jetë shumë i theksuar për arsye se mundësia është e artë. Është shumë e vërtetë që lodhemi. Nuk është se nganjëherë disa njerëz i dëgjojmë duke thonë ti shkon këtë viti Ramazan. Jo, me paskon mirë me kon këtë viti Ramazan, Zoti e kish bë këtë vitin Ramazan. Mirë po, një muaj hënor, 29 apo 30 ditë janë shumë të përshtatshme edhe të mirë se ardhuna për neve Ramazan. Një muaj e një ditë nuk është i përshtatshëm. Do të thotë 31 ditë nuk janë të përshtatshme. Kjo është idealja. Idealja është kjo që ka zgjedhur Zoti për neve, edhe këtë mund ta përballojmë tani me aktivitet intensiv. Mas një muaji lodhemi ose mund të bimë në kolaps, edhe intensitetin e lartë nuk mundem me përballu. Çka na ofron ky intensitet? Nuk është formalitet, nuk është as hipokrizi, as shtirje. Ky ta ofron pastaj kondicionin për të vazhdu pas Ramazanit, ndoshta jo me të njëjtin intensitet, mirë po e ke një forcë cilën e ke grumbullu, edhe e ke një shkallësi cilën e ke arrit gjatë Ramazanit për me vazhdu edhe pas Ramazanit. Zatën, pas Ramazanit vrejnë frytet e ndryshimit. Neve shpesh i shohim se njerëzit bëhen pre e euforisë, edhe i vrejmë njerëzit, xhamiat në Ramazan janë plot, të gjithë jemi dëshmitar. Trendi i namazit natës, po du me i thonë 2 fjalë edhe për këtë punë, vinë njerëz namaz natës, është gjë e mirë sigurisht, edhe të atill që nuk i falin farzet, obligimet nuk i kryjnë. Po. Gjë e mirë, me mujt se diçka po e bjen atë në xhami, me mujt me e kultivu, me e rrit çat shkëndi, edhe me e shndru në dritë të mirëfillt, kish me qenë mirë po ku është ndryshimi kur ai në Ramazan po e fal edhe namazin e natës. Ndoshta i fal edhe 5 kohë, s'është me rëndësi, po mas Ramazanit nuk falet më hiç. Do të thonë ky o mundu me ndryshu, po s'ka ndryshu. Ky i ngjan një baterie e cila funksionon derisa e ka mbush si në rrymë, mirë, por në momentin që ti e hiq për rrymë, ajo bateri nuk marr energji. Po. Edhe do të thonë ka defekt. Nuk është ndryshim ky. Ky është thjesht një ndryshim shumë formal i cili nuk jep energji të mjaftueshme për të vazhduar. Unë mendoj se Ramazani e ka intensitetin e vet, edhe do të jetë shumë i fuqishëm ai intensitet. Mirë po, qëllimi edhe mesazhi i këtij intensiteti duhet të jetë thjesht mundësia për të vazhduar, jo për të ndalë në ditën e Bajramit. Hoxh, pikërisht e përmendët mbushjen e xhamive dhe gjatë ndryshimit ton gjatë muajit Ramazanit shohim se shumë njerëz i mbushin xhamit ditët e para dhe ndërkohë pastaj sikur shohim një lloj lodhje dhe tërheqje. Si duhet ta menaxhojmë dhe si të jemi më të qëndrueshëm hoxh në ndryshimin ton brenda Ramazanit? Madje akoma pa përfunduar Ramazani. Kjo është alama shqetësuese. Euforia e pa menaxhuar mirë i mbyt njerëzit. Pse se e fillojmë 3-4 ditë të para e shem mashallah xhamit plot deri në ditën e 10, masane e sheh një ramje e cila
në një farë mënyrë kompenzohet në 10 ditëshin e fundit, është shqetësuese sigurisht. Pse? Për arsye se njerëzit shpesh herë kanë prirje mos me vazhdu trajnimin si duhet. Trajnimi kërkon 30 ditë aktivitet. Jo 10 ditë në fillim edhe 10 në fund, ndërsa 10 të mesit ka dalë se po pushoj pak. Jo, do të pushosh mas Ramazanit. Mirë, po Ramazanin shfrytëzoje për përgatitje, për ndryshe nuk e ke kalu testin me sukses. Edhe kalimi i testit me sukses e vrejmë, do thotë rezultati është mas Ramazanit, jo në Ramazan. Unë krejt po them, ndryshimet në Ramazan janë evidente, mirë po cilësinë e tyne nuk jemi në gjendje me e vrejt derisa mos kaloj Ramazani. Ndryshim cilësor ka pozitivja gjithsesi, është vetëm ai i cili i jep rezultate edhe fryte edhe pas Ramazanit. Në ato 3 rrafshet, me vetveten jema korrekt, me Zotin tënd je më i përkushtuar edhe më i përpikt, me familjen, shoqërinë, rrethin ku sillesh, vepron edhe jeton, je më i sjellshëm, nëse është ky dallimi mas Ramazanit me para Ramazanit, unë mendoj se ky njeri ka ndryshuar. Nëse ndryshimi ka qenë veç i çastit në Ramazan, si rrjedhoi euforisë, atëherë nuk kemi ndryshim. Dhe hoxh, na thoni ju lutem, a duhet që ndryshimin ton ta përshëndrojmë vetëm në gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit dhe a mjafton ky muaj që ne të ndryshojmë apo duhet fillojmë më herët, vazhdojmë edhe pas Ramazanit, cili do të jetë? I dërguari sallallahu alaihi wasallam i kishte disa praktika para Ramazanit. Për shembull, agjeronte në muajin Shaban, muaj që i paraprin Ramazanit, agjeronte shumë, çka nuk agjeronte në muajt tjerë. Kjo si duket ka qenë një lloj parapërgatitje e tij, sigurisht ndoshta më tepër për me dhënë shëmbulltyr njerëzve, nëse për vete ai gjithsesi ka qenë gjithmonë i përgatitur. Pastaj fillonte me paralajmërimin për ardhjën e Ramazanit. Pastaj në Shaban gjithashtu bënte edhe u mësonte njerëzve disa rregulla dhe dispozita të Ramazanit, në mënyrë që të gjithë si komunitet kur të futen në Ramazan të futen të përgatitur. Me një fjalë jo të për shembull të shfrytëzojmë 5 ditë e para të Ramazanit për t'u kallëzuar njerëzve çysh bëhet njëti, çysh agjerohet, çka e prish Ramazanin, se çka do të bëhet me ato 5 ditë që kaluan. Do thonë kjo është mirë të bëhet para Ramazanit, ka para përgatitje. Dhe Ramazani pastaj ishte ajo betejë vendimtare të dërguarit sallallahu alaihi wasallam me vetveten, me relacionet, sfida e relacioneve me Allahun edhe sfida e relacioneve me njerëzit. Por edhe me përfundimin e Ramazanit prap nuk përfundonte çdo gjë. Kishte, si të themi, veprime përcjellëse, sigurisht është agjerimi i 6 ditëve të Shevalit, që prap nuk duhet të konsiderohet diçka tjetër veç se ceremoni pritse edhe përcjellëse e Ramazanit, por e cila gjithsesi kërkon të zhvillojë te njeriu gatishmërinë për ta kryer atë punë edhe në kohë tjera. Sikurse janë sunetet e namazit. E merr namazin e drekës, i ki 4 rekat sunet para farzit, 2 rekat sunet mas farzit, dërsa farzi është epicendra, farzi është synimi. Por edhe kur i falim sunetet edhe të sabat, edhe të drekës, edhe të ikindis, edhe të akshamit, edhe të jacis, preferohet namazi i natës. Shumë preferohet, madje jo pak. Po unë i kam fal sunetet e i kam fal farz, mirë, po për të fitu do të vazhdu hala, do të vazhdu akoma më tutje. Kështu është edhe puna e Ramazanit me gjitha atë pakon cilën e përmenda të aktiviteteve, edhe agjerim, edhe mirësjellje, edhe dlirësi, edhe fisnikrimi i shpirtit, edhe solidaritet, edhe kështu me radhë. Hoxh, pas përfundimit të Ramazanit gjithsesi ne sikur e shpërblejmë veten me një pushim dhe ndoshta ky pushim na kushton dhe mos zgjim nga xhumi një kohë të gjatë, ndoshta edhe deri para ardhjes Ramazanit të ardhshëm. Si duhet ta menaxhojmë edhe këtë lloj qëndrueshmërie, nëse mund ta themi. Është kujdesje e madhe që avantazhin edhe përparësinë që sapo e fitojmë në Ramazan me elon me na humb me njerë mas Ramazanit. Edhe kemi pas mundësi me i ik shejtanit, e me njerë mas Ramazanit me elon ai sapo të zgjidhet me ardhe edhe me na zon prap. Do thonë është humbje e madhe. Jo, Ramazani intensitet, pas Ramazanit hecje konstante me stabilitet, mirë po gjithmonë jenë një distancë para shejtanit, para të keqës, pra jenë një rrugtim të vazhdueshëm, edhe të sigurt, edhe të garantuar drejt suksesit. Shkujdesja e madhe është nëse pas Ramazanit ndalemi. Është një sigurt një njeri i cili shkollohet, diplomohet, licencohet për një punë të caktuar, pastaj në fund thotë nuk du ta ushtroj profesionin, s'du të punoj. E ka përfunduar fakultetin e mjekësisë, e ka përfunduar specializimin, edhe në fund thotë nuk du të bëhem mjek. Po pse i çove poshtë gjithë ato vite të jetës tënde? Njëjtë është Ramazanin, domethënë
me i bëj hizmet Ramazanit, edhe mas Ramazanit me u shkujdes, me radhë në gjumë, edhe me thonë, hajtë se ka kohë. Gabim. Duke shpresuar që të përfitojmë dhe të vërtet ndryshojmë gjatë këtij muaji të madh, unë ju falenderoj që sonte ishim me ne në studio, kisha kënaqësinë të bashkëbisedojmë për këtë ndryshim sonte në këtë emision të parë të emisionit Ditët e Ndryshimit. Unë ju përgëzoj për emisionin edhe një herë, Begim, shpresoj që edhe shikuesve tanë ju pëlqej ky emision. Gjithashtu e lut Allahun e lartëmadhërisëm që të na mundsoj të gjithëve që gjatë këtyre ditëve të bekuara dhe gjatë kësaj mundësie të ardhë të ndryshojmë pozitivisht. Edhe një herë falenderoj Hoxha. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ky është fundi i emisionit të parë. Ju do të mund ta ndisni këtë emision çdo natë pas iftarit dhe deri në takimin e ardhshëm. Selam aleikum dhe mbetsheni në kujdesin e Allahut.